EMA apo FDA-ja. Heq atyre, ka hequr barazhet e mëdha. Ne jemi futur në hapësirë në këtë mënyrë të fake drugs, e cila ka një shumë, sot llogaritet nga Banka Botërore, dhe $100 miliardë në vit që qarkullojnë gjithë botën. Edhe padyshim qarkullojnë rahat parë në vende që nuk kanë mbrojtje, se në Gjermani është e vështirë futen. Edhe në Francë, në Itali, edhe në Greqi futen. Po futen pikërisht aty ku nuk ekzistojnë të barrierë mbrojtëse. Pra neve bëjmë dy elemente, një anë rrisim çmimin dhe pagesat e qytetarit, në anë tjetër ulim sigurinë medikamentoze, cilësinë e medikamenteve. Dikush mund të thotë, po jo ku e di ti që nuk janë cilësi, nuk e di. Nuk e di them unë. Dhe nuk e di dhe kam dyshime derisa nuk janë certifikuar në organizmat ndërkombëtare. Siç e ka Bashkimi Evropian. Në Bashkimin Evropian futen dot të medikamente? Ja, futin, po deshet pa certifikuar nga EMA në Greqi, në Sloveni, Slovaki, në Kroaci, futen kur, ka ligje. Pse të ne futem çajmë në qytetar dorës dytë? Kadhje. Pra kemi dy elemente në medikamentet. Cilësinë, koston. Që jemi në një nivel me gjithmonë, ne marrim medikamente që shkojnë vetëm në Afrikë. Se nuk lejohen, se nuk certifikohen nga vende, nga të tjerë, ka vende që prodhojnë edhe duke certifikuar te EMA dhe që pa certifikuar te EMA. Ne marrim to, pa certifikuar. Pra unë mendoj që kjo duhet vendosur në ligj, por kjo është një problem tjetër. Unë ngres sot të gjë në ligjin e farmaceutikës, që shpresoj ta ripunoni, dëgjova sikur doni, se ka një dëshirë ta vendosi, do t'ju uroja ta keni këtë dëshirë dhe ta vendosit të gjë. Nuk është e lehtë tashmë, se tregu shkatruar, unë di jam shumë koshient, interesat është shumë të dha, janë 320 milion euro në vit që qarkullojnë për medikamente në Shqipëri dhe ka shumë interesa. Tash është momenti për temin jo këtyre interesave. Dhe përpara interesave të qytetarëve. Dhe sistemi shëndetësor shqiptar. Pra, ky amendament i dytë kërkon pikërisht të gjë, sepse duke rritur nivelin e rimbursimit, ti mund të rrisësh edhe nivelin e futjes në listën e rimbursimit të medikamenteve të origjinës sigurt, të certifikuara nga EMA, që kanë padyshim kanë një kosto më të lartë. Unë jam koshient me të gjë. Besi jo gjithmonë, por edhe nëse kanë, kosto finale është më e vogël. Pse? Një smuri si nuk trajtohet mirë ambulatorisht, merr medikamentet pa sigurta, që nuk e di sa efekti kanë, pastaj mund të ketë nevojë për trajtime shumë të mëdha në spital me kosto shumë herë më të lartë. Pra dhe po të llogaritësh koston finale, del më lart në këtë mënyrë me fake drugs. Ti mund të thosh kemi prodhimin vendas. Po, jam dakord. Unë nuk jam për të edhe prodhimin vendas e pa certifikuar, ja po ta them unë. Unë nuk jam për të hedhur në erë prodhimin vendas. Jo, unë jam për ta mbrojtur. Si ta mbrojmë? Prodhimi vendas do të thonë një kohë 3 vjeçare. Të certifikohet, të rregullojë teknologjinë dhe të certifikohet nga organizma ndërkombëtare. Edhe duke i financuar me kreditë të buta nga shteti, qoftë nga financimi, rritja e financimit shëndetësor që të bëj riformatimin e teknologjisë, edhe cilësisë. Por ama kështu s'mund vazhdoj përjetësisht. Kështu mbrohet prodhimi vendas, se kështu i hapësirë prodhimi vendas që të eksportojë edhe në Greqi, edhe diku tjetër duke u certifikuar nga standardet e EMA-s. Qoftë good manufactured product, qoftë të tjerat. Kjo është pranë politika. Dhe këto politika kërkojnë para. Prandaj kërkoj shtim buxheti. Unë e di, këto politika nuk bëhen pa para, është iluzive thua pa para. Këto politika kërkojnë para, prandaj hajde ta bëjmë 4% sot buxhetin. Hajde rrisim 2 fish nivelin e rimbursimit, se do përmirësojmë jo vetëm ulim shpejtësimin e qytetarëve, po edhe cilësinë. A e bëjmë dot? Unë mendoj që janë hapësira në vendin tonë për ta bërë të gjë ekonomike, financiare. Ka vende për shkurtuar qeveria, ka shpenzime që duhet shkurtuar, ka korrupsion që duhet luftuar, i cili ka po green, ka këto PPP-t që kanë dikush është jashtë krejtësisht jashtë nevojës, dhe është absurd, që harxhon miliona, dikush tjetër është me një vlera të shtuara. Hajde të shikojmë të gjitha këto elemente dhe të jeni të bindur që ky 4% që është kredi i realizueshëm sot për Shqipërinë. Për nivelin ekonomik, financiar që ka Shqipëria sot. Unë këto kisha, ju bëj thirrje edhe një herë, ti miratojmë këto 2 amendamentet, janë në dobi të qytetarëve, janë dobi sistemi shëndetësor, janë dobi të cilësisë dhe nuk kemi rrugë. Faleminderit zoti Shehu. Përgora ktesa ndaj kolegëve të komisionit, shumë shpejt, të bëjmë një prezantim të shkurtër në shimeve që keni kërkuar nëpërmjet amendamenteve në mbështetje të nenit 71 rregullues së Kuvendit të Shqipërisë.
do t'i shehu ka propozu, nuk e di a keni prezent, ndoshta nga protokolli nuk ju ka ardhur akoma, ju ka ardhur. Okej, atëherë bëhet fjalë për ndryshimin në tabelën 1, buxhetit 2026 është për institucione me programe dhe shpenzime të tjera, në rreshtin 13, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, në kolonën total i shpenzimeve buxhetore, vlera 82 miliardë 508 milionë 566 mijë lek të zëvendësohet me 110 miliardë 322 milionë 896 mijë lek. Është propozimi i amendamenti i parë. Amendamenti i dytë nenin 5.2 të ndryshohet si më poshtë vijon, vlera 13 miliardë 500 milion lek të zëvendësohet me vlerë 27 miliardë lek. Gjithsesi do kemi mundësi të kthehemi gjatë diskutimit nën për nën këtyre amendamenteve, por thjesht ishit në dieni të dy propozime, dy amendamenteve. Atëherë kalojmë tek pika tjetër.